Pas zgjedhjes së drejtuesit të ri të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, prokurorit Klodian Braho, qytetarët e Vlorës kanë ndarë mendimet e tyre lidhur me punën e ish-kreut Altin Domani, si dhe pritshmëritë nga drejtuesi i ri. Disa prej qytetarëve vlerësojnë punën e Altin Domanit, duke theksuar se gjatë drejtimit të tij SPAK ndërmori hetime të rëndësishme dhe goditi zyrtar të lartë. Sipas tyre, drejtuesi i ri duhet të ndjekte të njëjtën linjë, duke vijuar punën pa ndikime politike e me po të njëjtin standard profesional. Punën e Altin Domanit si e vlerëson? Altin Domani pra ai sa mundi ka bërë diçka shumë pak në këto gjëra që kanë ndodhur këto vite të fundit në Shqipëri nga politika. Nga politika më shumë se të gjitha këqijat nga politika nuk na vijnë nga neve. Kështu që unë e vlerësoj tani u zgjodh ky Braho. Them se inshallah në vazhdimsitë të Domanit do vazhdoj. Prisni diçka më shumë nga ky? Inshallah diçka më shumë gjithmonë që të ndryshojnë gjërat. O zgjodh kreu i ri SPAK, si e vlerësoni punën e atij që ka qenë Altin Domani? Po çfarë bëri ai? Çfarë bëri ai e çfarë do bëjë ky? Të njëjtat e të njëjta. Kreu i ri SPAK-ut. Jenë vete? Po. Do ha makarone sonde. Si e vlerësoni punën e Altin Domanit, atij që ka qenë? Djalë që sa bën më nëna. Kaq ditë unë. Do më shumë se kaq. Po nga i riu çfarë prisni? Ku di kush është i riu? Kur ta provojmë atë. Nuk është nisja e mirë, vajzë e mirë, kur na bie një kafe në tavolinë. Nuk është e mirë, kur shkoj 4-5 vjetë, bën një familje, urdhëron. Sa gjëra janë aty në mes. Kurse ky Domani, ta falë Zoti. E bëftë këndje me jetë. Altin Domani. Se një fare, nga është, nga Velqa. Kreu i SPAK-ut. E që dua. Pyetëm që i ke fëmijët, të dërgojnë në i lek apo jo, e mos më pyet as për një nga. Po nuk i ndiqni ju? Fare, jetë filloj dalë në ata e pikëm televizori fare. Kreu i ri SPAK-ut. Gjukoni punën e Altin Domanit, atij që ka qenë. Mirë, janë mirë hunë. Unë. Po nga ky i riu çfarë prisni? Po, më ndihta. Më mirë. Nuk e di. Si e vlerësoni punën e Altin Domanit? Nuk e njoh. Nga ana tjetër ka edhe qytetarë që shprehen skeptik, duke deklaruar se nuk kanë parë drejtësi të plotë deri më tani, e se mbeten në pritje të rezultateve konkrete. Ata shpresojnë që kreu i ri i SPAK të sjellë më shumë transparencë dhe vendime të barabarta për të gjithë. Qytetarët shprehen se pritshmëritë janë të larta, e se besimi ndaj drejtësisë do të matet nga veprimet konkrete të drejtuesit të ri në vijim.